Të nderuar shikues të A2 CNN, mirëmbrëma, po ndiqni këtë edicion informativ dhe unë jam Gjevahir Qerdaku. Nesër në 5 bashki të vendit të mbahen zgjedhjet e parakoshme për zgjedhjet e bashkiakëve të rinj. Përballja do të jetë mes socialistëve dhe të pavarurve, ku pjesa më e madhe mbështeten nga opozita, e cila në këto zgjedhje të parakoshme zgjodhi që të mos paraqes kandidatët e saj. Ne do të shohim një nga një përgatitjet për zgjedhjen në të 5 bashkit dhe në lidhje të drejtë për drejtë. Kemi Edi Ruçi në Vlorë, Armend Pirën në Berat, Belinda Ruçaj në Cërrik, Rigel Smalile në Tepelen dhe vetëm pak minuta më vonë do të jetë Anesti Bajram Memaj që na raporton nga Mati. E nisim nga ty, Edi, a është gati Vlora për të zgjedhur kryetarin e ri? Janë shpërndar materialet zgjedhore në të gjitha qendrat e votimit? Ju përshëndes për bërë edhe një rezume të asaj se çfarë pritet të ndodhë për gjatë të dielës në qytetin bregdetar të Vlorës. Janë 173.624 personat të cilët kanë të drejtën e votës, duke përfshirë në këto shifra edhe diasporë, ku nuk përjashtohet mundësia edhe personat të cilët janë në Vlorë, por jetojnë prej vitesh në emigrim të mund të ushtrojnë të drejtën e tyre të votës. Votohet në 231 qendra votimi për 3 kandidatë, të cilët janë Brunilda Mersini nga radhët e Partisë Socialiste, Ervin Sota, kandidat i pavarur i mbështetur nga Partia Demokratike Shqipëria BE dhe Partia Mundësia. Gjithashtu në listë kemi edhe kandidatin Gjergji Nika, i cili është një kandidat i pavarur, por ka qenë njëkohësisht edhe antar i Këshillit Bashkiak të Vlorës, ndërsa në 4 KZAZ-t e qytetit të bregdetar, në një prej tyre 86 që u ndodhe më momentalisht, kanë mbritur për gjatë ditës së djeshme gjitha materialet zgjedhore, të cilat sot me sa duket po shpërndahen në qendrat e votimit. Siç mund ta ndiqni edhe nga pamjet, pa shpinës time, është KZAZ 86, ku po shpërndahen edhe materialet e fundit të zgjedhore dhe kutitë e fundit të votimit, të cilat po dërgohen në qendrat e votimit për të bërë edhe ato gati. Në 80% qendrat e votimit janë gati dhe pritet që këto materiale të jenë të fundit për t'i plotësuar ato. E qartë, faleminderit Edi për të gjitha informacionet e fundit që na përcollesh. Vendosemi në Berat me kolegun Armend Pire. Armend, përshëndes, përse Berati shkon në zgjedhjet parakoshme dhe si ka shkuar procesi i përgatitjes për zgjedhjet e nesërme? Përzgjedhja e emrit të Ervin Demos për në qeverinë e Rama 3 ka bërë të mundur që ish kryebashkiaku të lëri detyrën dhe kështu të krijohet një vakancë pranë qytetit të Gurt për të pasur këto zgjedhje të pjesshme, të cilat mbahen dhe garohen mes kandidatit Ervin Ceca nga ana e Partisë Socialiste dhe Pablo Shkarpa, i cili është kandidati i pavarur për qytetin e Beratit, por që ka gjetur mbështetjen e opozitës, konkretisht të drejtuesit të qarkut të Beratit, zotit Bozdo, padyshim zotit Zia Ismaili, i cili është deputet i qarkut të Beratit dhe deputet të tjerë të opozitës, ndërkohë që në krye të fushatës së Beratit, edhe pse tashmë me mandatin e ministrit, zoti Demo ka përkrahur ish kolegun e tij në bashki, nën kryetarin e tij të bashkisë, për të bërë të mundur vazhdimin e mandatit socialist. Padyshim edhe pjesa e qendrave të votimit janë bërë gati me afro mbi 80.000 qytetarë në Berat, cilët do të zgjedhin mes 2 kandidatëve në mbi 115 qendra votimi, por ajo që na ka rënë më shumë në sy është se Berati më së shumti është bërë gati për të pritur festat e fundvitit sesa entuziazmi apo atmosfera për zgjedhjet të bashkiake. Por që do të shohim se si do të jetë dita e nesërme në Berat, nëse do të kemi një vijim të punëve të nisur nga ana e Partia Socialiste në qytetin e Beratit, apo një zë opozitar, një zë i cili është dedikuar biznesit dhe trashëgimisë kulturore të qytetit, do të jetë në krye të bashkisë. Mirë, Armend, të falenderoj. Vendosemi në Cërrik me Belinda Ruçajn. Po në Cërrik, Belinda, mes kujt do të jetë përballja dhe a ka pasur problematika sa i përket shpërndarjes materialeve zgjedhore? Gjevahir, të përshëndes, në bashkinë e Cerrikut, sikurse edhe në bashkitë e tjera, janë përcaktuar zgjedhjet të mbahen në datën 9 maj, ndërsa ditën e djeshme janë shpërndar të gjitha materialet zgjedhore, të shoqëruara edhe nga punonjësit e Komisionit Zgjedhor të shqiptar, por sigurisht edhe nga forcat policisë, të cilët kanë qenë në gatishmëri që ditën e djeshme. Ndërsa do të flas për kandidatët për Partinë Socialiste në bashkinë e Cerrikut do të jenë
3 kandidat. Partia Socialiste do të përfaqësohet nga Florenc Doka, i cili më herët ka mbajtur edhe detyrën e kryetarit bashkisë të komanduar. Nga nisma Shqipëria bëhet do të jetë Eligert Hima, e ndërsa i propozuar nga populli do të jetë Armand Hoxha. Të 3 këto kandidat ditën e nesërme do të presin të gjitha votat e qytetarëve të Cerrikut, ku përgjatë një muaji kanë pasur kohën e mjaftueshme për të shpalosur programet e tyre dhe për të bërë Bashkinë e Cerrikut një nga bashkitë, le të themi, model, jo vetëm në fakt për sa i takon çështjes së mbetjeve, por sigurisht Bashkia e Cerrikut ka dy nga problemet kryesore, largimin e të rinjve dhe papunësinë, të cilat do të jenë sfidat e kryetarit të ri të Bashkisë Cerrikut, ai që dhe do të mandatohet nga populli, ndërsa ditën e nesërme do t'i drejtohen kutive të votimit në 57 qendra dhe 5 njësi administrative, Klos, Gostim, Shalës, Mollas dhe Cerrik, 35.380 qytetarë me të drejtë vota. Mirë, Belinda, të falenderoj për të gjitha informacionet e fundit që na përftove dhe detajet që ndave me ne, dhe tani do të shkojmë në Tepelen me reporterin ton atjeri Gers Malile. Me cilve kandidat do të zgjedhin nesër banorët e kësaj bashkie dhe si po shkon procesi atje? Të përshëndes Gjavahir, në fakt edhe në Tepelen është shpërndar tashmë gjithë materiali zgjedhor në 22 qendrat e votimit që përbëjnë Bashkinë e Tepelenës, aty ku do të kandidojnë Gramo Sako nga Partia Socialiste dhe Gabriel Guma, kandidati i pavarur i cili mbështetet nga koalicioni opozitar. Në fakt nuk ka patur asnjë lloj problematike gjatë shpërndarjes së materialeve zgjedhore në asnjë nga qendrat e votimit. Ato janë marrë në dorëzim nga komisionet përkatëse të qendrave të votimit dhe janë marrë tashmë në ruajtje edhe nga policia e shtetit në pritje për të nisur nesër në mëngjes procesin e votimit. Do të jenë 12.667 zgjedhës të cilët kanë të drejtën për të votuar, për të zgjedhur kreun e ri të Bashkisë së Tepelenës, që ka të 62 zgjedhës më pak se sa viti 2023 dhe do të janë këta pra që do të vendosin se kush do t'i drejtojë për periudhën e mbetur deri në zgjedhjet e ardhshme të vendore. Në fakt, Bashkia e Tepelenës ka qenë një ndër bashkitë e quajtura bastione të Partisë Socialiste, aty ku në vitin 2023 Tërmet Peçi ka korrur, le të themi, fitoren më të madhe për sa i përket shifrave në Shqipëri. Ai ka marrë rreth 82.67% të votave, duke qenë kryebashkiaku me numrin më të madh në përqindje të votave. Gjithsesi, Bashkia e Tepelenës nuk pritet që të ketë surpriza për sa i përket të dy kandidatëve, por pritet që të ketë një votim të qetë dhe të kemi një situatë normale zgjedhore, aty ku parashikohet që edhe rezultati të dalë shumë shpejt për shkak të numrit të vogël të qendrave të votimit. Janë vetëm 22 kuti të cilat do të numërohen në Tepelen. Rigers, çfarë mund të themi ndonjë detaj lidhur me kandidatët në garë që janë aktualisht, premtimet e tyre kryesore, platformat, të paktën çfarë detajesh mund të themi lidhur me këtë garë? Në fakt, Gramo Sako është person i cili nuk ka jetuar në Tepelen, vjen nga radhët e Partisë Socialiste dhe vazhdon, domethënë, gjatë takimeve të tij, por edhe në intervista, në komunikimet me media që ka patur, ka vijuar të shpresojë tek mbështetja e madhe e qeverisë për të vijuar projektet e nisura tashmë në Tepelen, për kryer Tepelenën në një atraksion më të madh turistik se sa është tani, duke përfituar edhe nga kalimi i Vjosës në zonë të mbrojtur nga UNESCO dhe tashmë pritet që të ketë, le të themi, një impakt më të madh për sa i përket të gjithë zonës së Tepelenës. Ndërkohë, nga ana tjetër, përballë tij është Gabriel Guma, është një njerëz që nuk vjen nga radhët e politikës, është një arkitekt i cili ka zgjedhur që të kandidojë në Bashkinë e Tepelenës për të, sipas tij gjithmonë, për të dhënë një tjetër zhvillim, pasi Tepelena, sipas Gumës, nuk është vetëm qendra e qytetit apo vetëm zona ku mund të zhvillohet turizmi, por mjaft të rëndësishme janë edhe fshatrat e zonës së Tepelenës, të cilat për hir të së vërtetës kanë një sër problematikash dhe që kërkojnë më tepër vëmendje. Me këto dy platforma në dhe do të shikojmë se si do të vendosin qytetarët e Tepelenës, se çfarë ata kërkojnë dhe se çfarë ata do të vendosin për t'i drejtuar për periudhën e vijim.
Rigers, shkurtimisht edhe një detaj të fundi, duke parë edhe pozicionin gjeografik, a ka pasur interesim nga emigrantët për të ardhur për të marrë pjesë në këtë proces votimi për Bashkinë e Tepelenës, apo nuk ka pasur ndonjë fluks të kthimeve, le ta themi kështu? Në fakt, unë kam qenë diktatik me radhën e Tepelenës gjatë kësaj periudhe fushate dhe nuk ndihet as pak që është një atmosferë zgjedhjesh, nuk ka asnjë lloj impakti as te qytetarët që banojnë në Tepelen, pa më tek ata që janë larguar dhe kthehen. Pra nuk kemi patur interes dhe nuk ka interes nga qytetarët për të marrë pjesë në këto votime, duke lënë vendet e tyre ku punojnë dhe jetojnë për të kthyer dhe për të ushtruar të drejtën e votës në Tepelen. E qartë. Rigels, të falenderoj për gjitha informacionet e fundit dhe detajet që ndavëm ne. Në matë kemi kolegun Anesi Bajram Memaj. Anesi, të përshëndes, cilat janë kandidatët për të marrë drejtimin Bashkisë së Matit dhe si ka shkuar procesi përgatitjes për zgjedhjet e nesërme? Gjithçka duket se është gati në mat, ku do të garojnë 3 kandidatë për të marrë kryeën e bashkisë për deri në 2027, është Altin Bojni nga Partia Socialiste, Eduard Brahalika nga i pavarur, por mbështetet nga forcat opozitare, ndërkohë kandidon në mat dhe një kandidate e pavarur tjetër, Suzana Pasha. Të 3 kandidatët kanë bërë fushat gjatë ditëve të fundit, ditën e sotme ka pas heshtje zgjedhore dhe nesër presin verdiktin e qytetarëve për të parë se kush prej tyre do të drejtojë Bashkinë e Matit deri në 2027. E qartë, Anesi, të falenderoj për informacionet që na përcolle dhe të gjithë kolegëve ju urojmë sukses e nesër, mos ngurroni që të na ndiqni të gjithë shikuesit në kanalin A2 CNN, pasi nga vota e parë dhe deri tek rezultati do të ju përcjellim të gjitha detajet më të fundit në këtë maraton. Falenderoj të gjithë kolegët dhe tashmë do të shkojmë edhe në Kosovë. Zgjedhje ka edhe atje pas raundit të parë që përcaktoi fituesit e 20 komunave. Nesër votohet për balotazhin në 18 komuna që presin ende të mësojnë drejtuesin e tyre për 4 vitet që pasojnë. Ideal Golën, kolegun nga Prishtina, kemi në lidhje të drejtë për drejtë. Ideal, të përshëndes, çfarë mund të veçojmë nga ky proces? Ka pasur një klim të nxehtë apo të ftohtë politike dhe më e rëndësishmja, a ka koalicione publike apo të fshehta mes palëve? Procesi ka shkuar i qetë, mund të themi, pa ndonjë incidente. Partitë dhe kandidatët po mbajnë tubimet përmbyllse gjithandej vendit. Janë 18 komuna zyrtarisht në balotazh me gjithsej 36 kandidat për kryetar. Këtu më duhet të theksoj komunën e vogël me shumicë serbe Kllokotit, ku njëri nga kandidatët është tërhequr nga gara duke i mundsuar një fitore të sigurt kandidatit të listës serbe. Vëmendja kryesore padyshim që do të jetë në komunat më të mëdha, Prishtinë, Prizren, Mitrovica, Gjakov, Pej e Gjilan, ku gara edhe është ngushtë, por edhe do të shërbej për të parë balancat politike lokale. Janë gjithsej mbi 1.300.000 votuese, të cilët do të votojnë në 525 qendra votimi në këto komuna nga ora 7 deri në ora 19. Në këtë periudhë është edhe heshtja zgjedhore në Kosovë. Sa i përket partive, lëvizjeve të vendosjes është në garë në 12 komuna, LDK në 9 komuna, ndërsa Partia Demokratike në 6, Aleanca Partimit e Kosovës është në 5 komuna, ndërsa në 3 parti më të vogla nga minoritetet janë në garë nga një komunë. Ka pasur ndryshe nga sjellja e nivelit qendror nëpër komuna për këtë raund të dytë, pra për balotazh. Partitë kanë pasur koalicione mes vete, duke thyer kështu edhe vija të kuqe që ne kemi dëgjuar gjatë gjithë këtij viti, si lëvizjeve të vendosur me Partinë Demokratike apo me Aleancën Partimit e Kosovës, apo lidhja demokratike me Partinë Demokratike. Pavarësisht nga komuna apo ndërmjet kujt është gara, ka pasur edhe koalicione e mbështetje nga të gjitha partitë për njëra tjetrën. Ndërkohë, Kosova duket se nuk do t'i shmangë edhe zgjedhje parakohshme parlamentare, edhe pse vetëvendosjes ju dha një mundësi e dytë. Ndonse ne ende jemi duke pritur datën për të caktuar për seancën ku do të votohet për mandatarin e dytë Glauk Konjuvca. Duhet të them që po bëhet e pashmangshme mbajtja e zgjedhjeve të parakohshme
parlamentare, kjo dhe për faktin se Konjufca ka thënë se dëshon një qeveri pa marrëveshje koalicioni, ndërsa të gjitha partitë e tjera tashmë kanë treguar qëndrimin e tyre që nuk do ta votojnë le themi kabinetin që do të propozohet nga Glauk Konjufca. Po ashtu më duhet të them që pavarësisht le themi përpjekjeve për të pasur një qeveri që do të çonte përpara vetëm disa nga çështjet, as kjo le të themi nuk ka pasur dakordimin e partive politike, madje kryeministri në detyrë Albin Kurti në një deklarim të vonshëm tha se është më përshtatshme për Republikën e Kosovës që të ketë një qeveri me Glauk Konjufcën kryeministër, të paktën deri në muajin prill sa të kalohet buxheti dhe disa marrëveshje ndërkombëtare në kuadër të planit të rritjes, e më pas le të themi partitë të përgatiten për një palë zgjedhje që do të ishte le të themi në të njëjtën kohë edhe me angazhimet për zgjedhjen e presidentit të ri, mirë po Kurti tha se është i gatshëm për të shkuar edhe në zgjedhje në muajin dhjetor. Me thënë të drejtën me atë sa po shihet deri me tani ka më shumë kalkulime vetëm për datën e zgjedhjeve, pra për llogaritë që të mbahen në një kohë kur në Kosovë do të jenë edhe migrantët në kohë pushimesh, pra për festat e dhjetorit. Nëse konsumohet gjithë ky afat, pra Konjufca ka kohë deri me 19 nëntor që të vë para deputetëve propozimin e tij për kabinetin qeveritar dhe të votohet ose jo. Atëherë sipas llogaritjeve të parë i bie që zgjedhjet të mbahen me datë 28 dhjetor. E qartë, ideal të falenderoj për të gjitha informacionet e fundit që na përcolle dhe të uroj shumë suksese për nesër, pasi do na raportosh që nga mëngjesi e deri tek rezultatet se përket ecurisë raundit të dytë apo balotazhit për 18 komuna në Republikën e Kosovës. Goditje ndaj pasurisë së krimit në jug të vendit, prokuroria e Sarandës sekuestron prona dhe biznese me vlerë mbi 12 milion euro në emër të Kristi Qiricit dhe Adriatik Kalemit. Hetimet zbulojnë investime në hotele, lokale dhe pasuri të paluajtshme të dyshuara si të përfituara nga trafiku i drogës dhe aktivitetet kriminale. Prokuroria e Sarandës ka sekuestruar pasuri me vlerë rreth 12 milion euro të dyshuara të përfituara nga të ardhurat të palishme. Pasurit i përkasin Kristi Qiricit, alias Jetmir Hoxha dhe Adriatik Kalemit. Kristi Qirici akuzohet si pjesë e grupeve kriminale që kultivonin kanabis në Sarandë dhe zonat përreth në vitet 2019-2021 dhe drogën e trafikonin drejt Greqisë. 43 vjeçarit Kristi Qiricit, i cili është shpallur në kërkim nga SPAK, janë sekuestruar 2 hotele. Në mars të këtij viti, GKK vendosi në sekuestro preventive 90 pasuri, vlera e të cilave shkon në miliona euro, të cilat i përkisnin Qiricit dhe 2 personave të tjerë. Në pronësi të Kristo Qiricit, SPAK sekuestroi 15 pasuri, thuajse të gjitha në Sarandë, mes të cilave një hotel, një bar, restoran dhe 9 pasuri të tjera të paluajtshme e 3 llogari bankare. Ndërsa Adriatik Kalemit, i cili është në paraburgim për vrasjen e Edmond Papës, janë sekuestruar pasuri dhe një lokal në Sarandë, një apartament në Tiranë, dyqan dhe tokar 800 metra katror. Në radhim pasuri mbi 1000 metra katror dhe pasurinë me Maliaj. Gjithashtu janë sekuestruar një mjet lundrues, 4 automjete dhe 12 llogari bankare. Adriatik Kalemi ndodhet në burg për mbajtje pa leje dhe strehimin dhe përkrahjen e të kërkuarit e Andrew Bode, i arrestuar bashkë me të më datë 28 gusht, ky i fundit në akuzë për ekzekutimin e biznesmenit Edmond Papa 2 vite më parë në Selit. Adriatik Kalemi u kap edhe me 45.000 euro kesh si dhe arsenal armatimi, teksa dyshohet se po përgatiste hakmarrjen për vrasjen e babait të tij, i ekzekutuar më datë 21 korrik 2024 në një lokal në Memaliaj. Në Tiranë, Komiteti Drejtues i CEFTA-s u mblodh në kuadër të panajirit ndërkombëtar, edicioni 31, organizuar nga Click Expo Group. Diskutimet u fokusuan në strategjitë e Shqipërisë 2030 dhe projekte të reja investimesh në vend. U prezantua projekti Expo Albania, qendra më e madhe e panajirëve në Ballkan që do të nisë vitin e ardhshëm. Në Tiranë, Komiteti Drejtues i CEFA-s, Aleanca e Panajirëve të Europës Juglindore dhe Qendrore, u mblodh në kuadër të panajirit ndërkombëtar të Tiranës, organizuar nga Click Expo Group. Diskutimet fokusuan strategjitë dhe projektet e Shqipërisë 2030
duke nxjerrë në pah rëndësinë e bashkëpunimit rajonal. Kishim konferenca ditë për ditë, nga ora 10 e mëngjesit deri në orën 6 pasditës. Konferencat janë fokusuar si vjet në zhvillimin e Shqipërisë dhe në të ardhmen e Shqipërisë. Kemi diskutuar planet, strategjitë edhe projekte që do na fusin, do na integrojnë brenda Evropës në 2030-ën, por si dhe projekte që mundet të gjithë ne si komunitet dhe si industri të përfshihemi brenda të ardhmes shqiptare. Click Expo Group rikonceptohet për të mbështetur rritjen e investimeve në sektor si turizmi, infrastruktura, energjia, teknologjia dhe startupet. Panairi i ardhshëm edicioni 32 do të forcojë edhe më tej rolin e tij si treg global i diplomacisë dhe biznesit. Takimi Cefas solli në Tiranë përvoja dhe ide nga vendet e rajonit, duke theksuar rëndësinë e bashkëpunimit rajonal dhe investimeve inovative, si ato të Miratel Digital nga Dubai apo projekte të Bosnjë-Hercegovinës. Ne vim këtu për të diskutuar dhe për të paraqitur dy produktet tona kryesore që aplikohen në sektorin e ekspozitave në botën digjitale. Ne ofrojmë zgjedhje interaktive për ekspozita dhe jo vetëm. Ne kemi gjithashtu një prani në sektorin e pasurive të paluajtshme, në universitete, në sektorin e mikpritjes, të cilët duan të shfaqin paraqitje virtuale interaktive të ambienteve të tyre dhe të forcojnë gjurmën e tyre digjitale. Unë besoj se bashkëpunimi rajonal është e ardhmja, veçanërisht Ballkani dhe Evropa qendrore dhe lindore, sepse ne jemi tregje të vogla dhe duhet të ndajmë idetë, biznese dhe në rastin tim të ndajmë të dhënat. Mendoj se kemi bërë diçka të mirë për Bosnjën, diçka të mirë për rajonin dhe dua t'ju falenderoj që na ftuat dhe kështu duhet të duket mënyra e bashkëpunimit rajonal. Panairi ndërkombëtar i Tiranës vazhdon të vendosë Shqipërinë në hartën rajonale dhe ndërkombëtare të investimeve, duke u bërë një nga qendrat kryesore të biznesit dhe inovacionit në Ballkan. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë hapësirë informative. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë ndahemi këtu.